A keni ju disa këshilla për ruajtjen e frutave dhe perimeve në shtëpinë tonë, pasi ne i blejmë, i pastrojmë, i kemi vendosur frigorifer ose jo, këtë do na e tregoni ju. Si bëhet ruajtja për që sa më rezistent? Ruajtja fillon që nga momenti i vjeljes. Organizimi i frigoriferit është një gjë në vetë në kuptimin e se si ne duhet i vendosim perimet të grupuara, por duhet të dim diçka në raport me ruajtjen, në më thanë të grup perimive ose frutat. Frutat janë, edhe perimet janë gjallëza, më thanë nuk mund t'i konsiderojmë si pse i kemi vjellë, ato marrin frymë dhe kanë një metabolizëm të tyre, marrin oksigjen, shlirojnë gaz karbonik, por disa fruta kanë edhe një fitohormon që e shlirojnë etileni, që ndikon në pjekjen e frutit. Pra ne nuk mund t'i përzim, mund t'i bëjmë bashkë mollën dardhën me perimet. Ose mollën dardhën ftojnë që i kemi aty, t'i përzim bashkë me karotën, ose me... Pra, duhet të dim këto veti që kanë frutat të saktuara dhe të bëjmë ndarjen dhe organizimin në frigorifer.